Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković e përgëzoi listën serbe për fitore në zgjedhjet lokale në Kosovë, duke theksuar se kjo fitore do të thotë që populli serb ka të ardhmen, sepse siç theksoi ai, lista serbe është garantuese mbi jetesës së serbëve në Kosovë. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kosovën dhe Metohin, Daniela Nikolić, theksoi se fitoria e listës serbe nuk është vetëm një fitore zgjedhore, por një fitore e zemrës, besimit dhe forcës së popullit që nuk dorëzohet, dhe ministri Nemanja Starović theksoi se pjesëmarrja më e madhe e serbëve në votim që nga viti 2001 shprehu një qëndrim të qartë ndaj gjithçkaje që bën Albin Kurti. Kryetari i listës serbe Zlatan Elek njoftoi mbrëmje se partia arriti një fitore bindëse në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Elek theksoi se në gjitha komunat lista serbe ka një shumicë prej 2/3 në 4 në veri dhe Ibrit dhe në 6 në jug të Ibrit. 4 komuna në veriu janë kthyer pronarëve të tyre të ligjshme, tha Elek. Serbët në të gjithë komunat festuan fitoren zgjedhore deri vonë natën dhe i pari që uroi ishte presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha udhëheqësve të listës serbe se ishte krenar për ta dhe se askush në Kosovë nuk është në gjendje të shlyejë emrin dhe mbiemrin serb. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se marrëdhëniet midis Prishtinës dhe komunave serbe do të vazhdojë me presion mbi komunitetin serb, por se ky presion mund të lehtësohet pak duke pasur parasysh se kryetarët e komunave dhe shumica e kuvendeve lokale do të jenë përfaqësuesve serb. Ai gjithashtu theksoi se numri i banorëve shqiptar është rritur në disa komuna, ndërkohë dhe konsideroi këtë trend shqetësues. Analisti politik Dardan Gashi thotë se rezultatet e zgjedhjeve në veritë e Kosovës janë interesante për shkak të retorikës politike të qeverisë Albin Kurti dhe ministrit të Brendshëm Xhelal Sveçlia rreth çlirimit, i cili ishte një pjesë kyçe e propagandës së tyre. Apo i merr këto komuna tani vetvendosja apo tani nga të cilat Sveçlia dhe Kurti supozonin se u çliruan, pyeti Gashi. Kryetari i vetvendosjes Albin Kurti tha se partia fitoi në rundin e parë në 3 komuna, po djevë Kameniz dhe Shtimje, si ekziston mundësia që këtë fitues edhe në Gjilan pa një rundë të dytë. Megjithatë, ai u bëri thirrje autoriteteve gjyqësore të shqyrtojnë raportet nga sondazhet e daljes në Mitrovicën e Jugut, të cilët parashikuan fitoren e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës Arjan Tahiri në rundin e parë. Kurti vlerëson se partia e tij është lidere në zonat lokale dhe theksoi se nëse nuk ka qeveri Kurti 3, vetvendosja është gati për zgjedhje. Analisti politik nga Prishtina Blerim Canaj tha se në podcastin Kosova Online se në vend të një qeverie të re pret zgjedhje të reja parlamentare në Kosovë. Ai beson se integrimi është zgjidhja më e mirë për pozicionin e komunitetit serb në Kosovë dhe theksoi se Kosova nuk u përket shqiptarëve, por të gjithë atyre që jetojnë aty. Kurti ose ndonjë kryeministër tjetër duhet të bisedojë me partitë serbe për këtë temë. Është më mirë që serbët dhe shqiptarët të ulen dhe të mendojnë se si do të ecin përpara, theksoi bashkëbiseduesi i Kosova Online, i cili thotë se nuk është nacionalist por patriot. Me një vizitë në Tiranë dhe bisedimeve me presidentin dhe kryeministin e Shqipërisë Bayram Begaj dhe Edi Ramin, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen filloi një turne në vendet e Ballkanit Perëndimor, në fokus të së cilës është procesi antarësimit të rajonit në Bashkimin Evropian, si dhe plani i rritjes prej 6 miliardë eurosh. Presidenti i Serbisë njoftoi së fundmi vizitën e Ursula von der Leyen në Beograd këtë javë si një vizitë të madhe, dhe presidentja e Komisionit Evropian do të vizitojë gjithashtu Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnjën e Hercegovinën. Izraeli njoftoi se kryqi i kuq në Gaz ka marrë 7 pengje nga Hamasi, përfshirë të burgosin izraelito-serbe Elon Ohel, i cili po merr pjesë në festivalin muzikor Nova, ku terroristët e Hamasit sulmuan Izraelin.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se Allon Ohel u mbajt peng nga Hamasi për 738 ditë dhe falenderoi Donald Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff dhe Benjamin Netanyahu duke përshëndetur lirimin e Allon Ohel. Ministri i Punëve të Jashtme Marko Gjurić falenderoi presidentin e Serbisë, qeverinë e Serbisë si dhe qeverinë e Izraelit dhe Gjermanisë për mbështetjen e tyre. Moti nesër në Serbi me diell dhe vranësira vetëm në disa vende në zonat jugore qendrore është e mundur shi i lehtë dhe afat shkurt, ndërsa do të jetë i kthiellë në veritë e Vojvodinës. Do të fryjë erë dobë dhe mesatare veri perëndimore, temperatura mëngjesi do të sillen nga 4 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 19 gradë Celsius.